Përshëndetje nxënës të dashur. Kjo është java e fundit për këtë vit mësimor. Gjatë kësaj jave, unë do të mundohem që të mos ju jap detyra për shkak sepse ju i keni edhe angazhimet e tjera dhe po ashtu bëhen edhe vlerësimet. Unë, mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës shqipe, do të jem bashkë me ju. Njësia mësimore që do ta mësojmë sot është letra personale. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Liston karakteristikat e një letre personale, shkruan një letër personale, diskuton për letrat personale. Fjalët kyç, letër personale, strukturë. Çfarë është letra? Letra është një nga mjetet e rëndësishme të komunikimit. Ajo mund të jetë personale dhe zyrtare. Letra personale, që ndryshe njihet si letra vetjake apo private, i drejtohet një familjari, një miku ose një njeriu të njohur. Te letra personale hyjnë edhe letrat e urimit, të ngushëllimit, të falënderimit e letra të tjera. Këto letra zakonisht fillojnë me shprehjen i dashur ose e dashur dhe mbarojnë me fjalët me dashuri, përqafime, puthje, përzemërsisht e shumë shprehje të tjera. Letrat personale kanë mjaft shprehje emocionale dhe janë intime. Disa lloje letrash janë letrat e falënderimit, letrat për miqësi, letrat zyrtare e kështu me radhë. Pra, unë këtu kam paraqitur disa letra që janë të llojeve të ndryshme. Ju do të keni mundësi të shihni disa nga letrat këtu në ekran. Theksoj se materialin për letrën personale kam shkëputur nga tekstet e shtëpisë botuese Albas, sepse këto letra janë të shkruara shumë mirë dhe sipas rregullave, por gjithashtu janë edhe të ilustruara po aq mirë sa ju let mund ta kuptoni se si shkruhet një letër, pavarësisht cila letër është ajo. Cilat janë elementet e strukturës së letrës personale? Elementet e strukturës së letrës personale janë data, pra ju duhet t'i kushtoni kujdes të posaçëm drejt shkrimit të datës dhe mënyrës së shkrimit të saj. Personi, të cilit i drejtohet letra dhe mënyra si i drejtohemi. Hyrja, që nënkupton përshëndetjen e zakonshme. Zhvillimi, përmban atë për të cilën duam të shkruajmë. Përfundimi apo mbyllja, që lidhet me përshëndetjen përmbyllëse. Autori apo ai që shkruan letrën. Këtu tani shohim strukturën e letrës personale. Ne i përmendëm elementet e letrës personale
apo karakteristikat e letrës personale dhe tani praktikisht ju po e shihni se si shkruhet një letër personale. E shihni këtu në krye të letrës, në të djathtë, Tiranë, Presje, M1303-2016. Dhe pa tjetër, kur e shkruani datën, ju duhet pra ta bëni Tiranë, Presje, ME13.03.2016. Kujt i drejtohet letra? Në këtë rast, letra i drejtohet Valbonës dhe këtu kemi shprehjen e dashur. E dashur Valbona. Hyrja. Uroj të jesh mirë ti dhe e gjithë familja jote. Pra, kjo është hyrja në këtë letër personale. Vazhdojmë me zhvillimin e letrës personale. Jam shumë e gëzuar për 2 arsye. Fitova çmimin e parë në konkursin e piktorëve të vegjël. Kisha dorëzuar 3 vizatime. Njëri ishte natyrë e qetë, i dyti portret dhe i treti peizazh. Nuk ma merrte kur mendja se do të fitoja. Mami më jepte kuraj dhe shpresë. Po ajo që më gëzon edhe më shumë, është se do të vi në Tetov dhe do të rrim bashkë një javë të tërë. A e di pse? Sepse atje do të hapet ekspozita jonë. Sikur e kam parasyve gëzimin tënd, kur ti lexosh këta rreshta. Ky pra ishte zhvillimi i letrës personale, ndërkaq përfundimi është ky. Sidoqoftë, para se të nisem, do të flasim në telefon. Dhe kush e shkruan letrën, që tham autori ose ai që e shkruan letrën ose ajo që e shkruan letrën. Këtë rast, të puth fort, motra jote si drita. Nxënës të dashur, pra ju besoj e kuptuat se si duhet ta shkruani një letër personale. Diskutoni thjesht me familjarët tuaj, por edhe me shokët e klasës përmes postës elektronike për letrën personale. Unë po ju përshëndes sot, miru pafshim.